Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s u mblodhën në Bruksel për të diskutuar situatën në Ukrainë dhe rolin e aleancës në negociatat e paqes. Pas publikimit të një drafti plani që synon të jap fund konfliktit, takimi u zhvillua ndërsa shqetësimet rriteshin për përjashtimin e NATO-s nga negociatat kryesore me zyrtarëve amerikanë dhe rus, të cilat kryesisht u udhëheqeshin nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia. Shefi i NATO-s Mark Rutte theksoi se Rusia po sfidon aftësitë e aleancës duke kryer shkelje të hapësirës ajrore, akte sabotazhi dhe dërgimin e anijeve spiune, ndërsa po bashkëpunon ngushtë me Kinën, Korenë e Veriut dhe Iranin për të goditur vendet e aleancës dhe për të minuar rendin global. Ai theksoi se vendet e NATO-s duhet të reagojnë me forcë, unitet dhe vendosmëri për të mbrojtur sigurinë kolektive. Përveç mesazheve paralajmëruese ndaj Rusisë, vendet anëtare ranë dakord të rrisin mbështetjen për Ukrainën duke bler armë amerikane dhe vlerë rreth $1 miliard nga Gjermania, Polonia, Norvegjia, Holanda dhe Kanadaja. Rutte nënvizoi se Ukraina duhet të jetë në pozicion më të fortë për të vazhduar luftën, sidomos me dimrin që po afron dhe sulmet ruse që po vijojnë. Ai shtoi se çdo element i një plani të përditësuar të paqes që përfshin NATO-n duhet të ketë kontributin e aleancës, ndërkohë nuk ka konsensus midis vendeve anëtare për anëtarësimin e Ukrainës në NATO, por politikat e dyerve të hapura mbetet e vlefshme. Në samit u evidentuan shqetësimet se administrata amerikane po vepron më shumë si arbitër mes Europës dhe Rusisë se sa si anëtar i vetë aleancës, ndërsa sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio nuk mori pjesë.